Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku ca petulla shumë të veçanta, bëhen të mbuta si pambuk dhe nuk marrin asnjë pikë vaj. Pas përbërësit do e shihni se sa të veçanta janë këto petulla, por para se të fillojmë nga puna, mos harroni të bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim, të shtypni atë butonin e ziles, kështu sa herë postoj një recetë të re, ju do të merrni një njoftim. Dhe nëse ndiqni videon deri në fund fare do ju shfaqen të gjitha recetat më virale, 4 recetat më virale. Kemi bërë të gjithë përbërësit gati dhe tani shpejt do të fillojmë nga puna. Na duhet 250 ml qumësht i vakët, qumështi duhet i vakët, jo shumë i nxehtë, sepse nëse është shumë i nxehtë qumështi, atëherë na e prish brumin. Do na duhet ujë, edhe ujë 250 ml ujë i vakët. Do të shtojmë një lugë gjelle me sheqer, dhe do e shihni sepse këto petulla janë shumë të veçanta dhe shumë të shijshme, dhe unë ju ftoj të provoni, sidomos të përgatisni të dielave, të shtunave kur keni fëmijët në shtëpi, apo edhe kur keni miq. Do të shtojmë gjithashtu edhe një lugë gjelle me maja, do të përziejmë mirë, që të na tretet majaja. Dhe këtu kam gjalp të shkrirë, ju thash që këto petulla janë të veçanta. Do të shtojmë 100 gram gjalp të shkrirë. Gjalpin e kam peshuar më përpara dhe e kam pretur. Gjalpi jep butësi, shije dhe ndoshta për ju duket të çuditshëm, por nuk i lë petullat as të marrin vaj kur skuqen, sepse jep një strukturë shumë të veçantë. Dhe tani këtu kam bërë gati mielin, kam peshuar 850 gram miell, por do e shohim edhe me sy se sa na duhet. Deri në fund vazhdojmë me përzierjen. Do të shtojmë në fillim vetëm një pjesë të miellit, jo të gjithë. Do na duhet një brum disi i butë, jo shumë i fortë, ndoshta edhe pak ngjitës më duhet. Por do e shohim edhe me sy. Dhe në momentin që kemi shtuar pothuajse të gjithë mielin, do të shtojmë edhe 2 lugë çaj me krip. Sheqerin që hollëm në fillim e kemi shtuar vetëm për të aktivizuar majan. E përziejmë mirë. Dhe tani në këtë momente do të vazhdojmë duke shtuar pjesën tjetër të miellit. Për momentin do përziejmë me lugë, derisa na lejon struktura e brumit, dhe pastaj do fillojmë ta punojmë me duar. Shikoni, pra mjafton një tas, nuk ka nevojë që të kemi shumë enë të tjera. Dhe bëjmë të gjithë brumin kështu. Tani do fillojmë të punojmë me duar, unë i hoqa edhe unazat, duke shtuar nga pak miell dhe duke punuar me duar derisa të na mbarojë gjithë sasia e miellit. Kaloj pak mbi banak, sepse këtu e kam më të lehtë ta punoj dhe e punoj edhe më mirë. Shtojmë nga pak miell dhe e punojmë. Brumi bëhet goxha i butë dhe pak sa ngjitës në përduar, por duke e punuar nuk do të jetë më ngjitës për shkak se ka edhe gjalpin. Pjesën e gjalpit që na kam petur, lyejmë të gjithë sipërfaqen e brumit dhe tani do e lëm brumin që të na vijë. Varësi të temperaturës së ambientit do duhet 40 minuta deri 1 orë, por gjithsesi do e shohim me sy derisa e gjithë sipërfaqja e tasit jetë mbushur me brumin. Brumin e kemi gati, shikoni, unë e kam lënë në fakt më shumë se 1 orë që di, sepse po merresha me diçka tjetër.
por e kam fix në kokë për vajzat e mia të vogla do të vinë nga kopshti dhe do të gjejnë gati petullat e ngrohta të mamit, ato i kanë shumë qejf tyre. Apo do thoni ju, kush fëmijë nuk i ka qejf petullat. Do të lyej me vaj ulliri apo dhe një vaj tjetër duar dhe sipërfaqen e punës, e mbledhim pak brumin kështu dhe do e ndajmë brumin në 8 deri 10 pjesë. Unë do e bëj me 10 pjesë sepse dua t'i bëj pak më të vogla. Ja kështu do e bëjmë sipërfaqen e punës. E ndajmë me 10 pjesë pra. Dhe do fillojmë me secilën pjesë, do të formojmë kulaç paksa të vegjël, i japim formë rrethore dhe do i hapim kuleçët kështu me duar, pak a shumë sa përëmba, por kujdesuni që ta bëni të gjithë sipërfaqen e punës me pak vaj ulliri që mos na ngjisin. Ja kështu, bëhen shumë lehtë. I kemi hapur të gjitha petullat, ndërkohë atje kam vënë vajin që të ngrohet dhe tani shpejt që të skuqim petullat tona. Dhe shikoni pak sa të mira janë, nuk ka nevojë për shumë koment. Besoj të skuqim të gjithë pjesën e mbetur nga petullat. Dhe ja para këto ishin petullat tona, unë kam akoma për të skuqur, por nuk më pritej derisa t'ju tregoja rezultatin. Ju këshilloj shumë t'i provoni sepse vërtet të kënaqen në shije dhe sidomos ky lloj brumi mund të përgatisi gjëra nga më të ndryshmet apo petulla në forma nga më të ndryshmet. Jam e sigurt që do ju pëlqej shumë. Shihemi dhe dëgjohemi në videon e radhës. Deri atëherë, mirupafshim dhe faleminderit të gjithë atyre që ndjekin videot e mia. Shikoni kaq të buta, kaq të shijshme dhe kaq të mira. Nuk besoj se kemi bërë deri më tani petulla. Por i pa ju treguar se unë një pjesë të brumit e bëra pica ashtu siç e kisha hapur për petulla, e kisha ngrohur furrën mirë në 270 gradë Celsius dhe në fillim vendos vetëm bazën me pak vaj ulliri, e pjek mja 5 minuta apo sa fillon të marrë pak fare ngjyrë, pastaj shtroj salcën dhe mbushje çfarë të doni ju, djathin sipër dhe shikoni pak. Kanë dalë super të buta dhe shumë të shijshme, prandaj me të njëjtin brum provoni të bëni edhe pica.